إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allah në falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut dhe strehim tek ai kundrejt shpirtit tonë të prije për të keqe. Atë që Allah i lartësuar ozën në rrugën e drejtë, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta çon në humbje, ndërsa atë që lën në humbje dhe devijim, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta ozën në rrugën e drejtë. Dëshmojmë dhe deklarojmë që nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përveç Allahut të vetmit të paortak dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij dhe vula të gjithë pejgamberëve. Allahu i lartësuar na thirr në Kur'an duke na thënë: O ju që keni besuar, o ju besimtarë, vazhdoni të bindeni Allahut me devotshmëri, duke i respektuar urdhrat e Tij dhe duke u përmbajtur nga ndalesat e Tij, dhe mos t'ia lejoni vetvetes me vdekje ndryshe, përveç se duke qenë musliman të nështruar dhe të bindur ndaj Tij. Vllazë ndoshta të gjithë ne e dëshirojmë suksesin. Të gjithë ne e synojmë përkrahjen dhe mbarsinë prej Allahut të lartësuar. Të gjithë ne nuk e mohojmë që dhe nuk kemi mundësi ta mohojmë që e dëshirojmë dhe e kërkojmë që të na lehtësohen çështjet dhe të arrijmë sukses në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe nga çështjet më të rëndësishme në jetën e besimtarit është që të ketë sukses në jetën e kësaj bote dhe të botës tjetër, të ketë përkrahje prej Allahut të lartësuar, të ketë lehtësim në realizimin dhe jetësimin e çështjeve që ai i synon. Dhe kjo në gjuhën e fesë quhet ndryshe at-tawfiq. Tawfiqi prej Allahut të lartësuar, pra mbarësia, suksesi, lehtësimi i çështjeve është një begati e madhe të cilën Allahu i lartësuar e begaton këtë drejt për robërve të Tij. E begaton atë të cilën i merr shkaqet që ta tërheqë këtë sukses, këtë begati prej Allahut të lartësuar, që ta fitojë këtë mëshirë prej Allahut të lartësuar. Andaj besimtari kur e kupton që kjo begati e madhe, at-tawfiq, suksesi është prej Allahut të lartësuar, i merr të gjitha shkaqet dhe sebepet në mënyrë që ta fiton prej Allahut të lartësuar këtë sukses. Fillimisht duhet ta kemi parasysh që suksesi është fillim e krye prej Allahut të lartësuar, është në dorën e Allahut të lartësuar. Andaj nuk ke mundësi me pas sukses në çështjet e dunjas, përveç se nëse Allahu i lartësuar të jep sukses dhe t'i lehtëson ato çështje. Allahu i lartësuar e përmend njërin prej profetëve të Tij, Shuaibin, duke thënë: "Wa ma tawfiqi illa billah. Alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib." I tërë suksesi im është prej Allahut të lartësuar. I tërë suksesi im është prej Allahut të lartësuar. Dhe tek ai jam mbështetur dhe tek ai është kthimi im. Ky ajet madhështor na e bën neve të qartë një të vërtetë të madhe, që suksesin të cilin ne e synojmë, për të cilin punojmë për të qysh nga mëngjesi e deri në mbrëmje, dhe bijmë në gjumë me dert për këtë sukses, këtë e ke tek Allahu i lartësuar. Tek ai duhesh të mbështetesh, prej Tij duhet ta kërkosh dhe tek ai është kthimi yt dhe i imi. Dhe mënyrë që ta arrish këtë sukses, e që i bie besimtari i suksesshëm është ai që adhuron Allahun e lartësuar, duke i kryer obligimet ndaj Tij dhe duke u përmbajtur nga ndalesat e Tij, dhe angazhohet me çështjet që i bëjnë dobi në këtë jetë dhe në botën tjetër. Për këtë arritje të këtij suksesi ka shkaqe, dhe Allahu i lartësuar dhe dietarët i kanë nxjerrë këto shkaqe nga Kurani dhe nga Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga shkaqet e suksesit, nga shkaqet e fitimit të suksesit, të përkrahjes dhe lehtësimit të çështjeve prej Allahut të lartësuar, fillimisht besimtari duhet të zhveshet nga çdo fuqi dhe forcë nga vetja e tij. Pra, me fjalë tjera, të mos i amvesh vetes së tij suksesin në çështjet e kësaj bote. Të mos thotë
këtë pasuri e kam fituar në sajet e mundit tim, nga se unë punoj dhe lodhem nga mëngjesi deri në mbrëmje dhe angazhohem dhe përpjekem, unë e kam fituar këtë me meritën time. Apo dikush më thon, unë e kam arrit sukses në shkollë në saje të IQ-s të lartë timit. Do të thonë që unë jam inteligjent dhe unë jam shumë i mençur, jam shumë i zgjuar. Nga se momentet e para që ti jam vesh dhe lidhesh për krijesa, apo jam vesh ato begati vetes tënde, apo ato suksese jam vesh vetes tënde, atëherë ka fillu dështimi dhe ka fillu humbja e bereqetit dhe suksesit. Dhe Allahu i lartësuar për këtë çështje ne ka përmendur 2 shembuj në Kur'an që besimtari të ketë kujdes dhe të mos i ngjasoj këtyre. I pari është Karuni, i cili kishte arritur pasuri të madhe. Dhe kur ishte këshilluar që këtë begati ti atribonte Allahut të lartësuar, ashtu siç na thot Allahu i lartësuar, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah", çdo begati që e keni është prej Allahut të lartësuar, pra atribojani Allahut, adresojani ato begati, çfarë do qofshin ato, të vogla apo të mëdha, vetëm Allahut të lartësuar. Karuni tha, "Qala inna ma utituhu ala ilmin indi." Jo, po këtë pasuri unë e kam fitu se jam i mençëm. E kam fitu me dijen time, e kam fitu me zgjuarsinë time. Atëherë si ishte rezultati? Allahu i lartësuar thot, "Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardha fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana min al-muntasirin." Thot Allahu i lartësuar, e kemi rrafshu bashkë me atë pasuri dhe e kemi rënu në tokë, dhe e kemi shem në tokë, dhe e kemi shafit, dhe askush prej njerëzve nuk kishte mundësi mi ndalë në ndihmë, dhe askush nuk pati mundësi t'i ndihmoj në vend të Allahut të lartësuar, dhe ai ishte prej të humbërve. Ky është shembulli i parë. Shembulli i parë pra ishte që ja atriboi arritjen e suksesit, arritjen e pasurisë, arritjen në karrierë vetes së tij. Allahu i lartësuar përmend çështjen e Karunit që ne të marrim shembull, në mënyrë që të mos i ngjasojmë atij dhe sukseset në biznesin ton, në shkollën ton, në karrierën ton. Çfarë do suksese qofshin ato, ti atribosh vetëm Allahut të lartësuar dhe të mos mashtrohesh, e të hin vetja në qef, dhe të tritet mendja, e të kesh vetë pëlqim se këta e ke arritur me mundin tënd. Andaj besimtari i lumtur është ai i cili e përsërit vazhdimisht fjalën la hawla wala quwata illa billah. La hawla wala quwata illa billah, që i bie nuk ka ndryshim dhe nuk ka forcë dhe fuqi vetëm se me Allahun dhe prej Allahut të lartësuar. Andaj ajeti dhe thënia të cilën Allahu i lartësuar e ka përjetësuar në Kur'an të Shuaibit, "Wa ma tawfiqi illa billah", i tërë suksesi im është prej Allahut të lartësuar, "Alayhi tawakkaltu", tek ai jam mbështetur, "Wa ilayhi unib", dhe tek ai do të jetë kthimi im, është rregull të cilën duhet ta shoqëroj besimtarin për gjatë tërë jetës së tij. Dhe besimtari nuk duhet të mashtrohet që kur të arrijë suksese të mëdha ti atriboj Allahut të lartësuar. Jo, edhe në sukseset më të vogla, që ndoshta në syrin tënd janë shumë të vogla, duhet t'i atribosh Allahut të lartësuar. Edhe hyrje daljet prej shtëpisë, e më shku deri në punë, më kthym nga puna, mi atribu Allahut të lartësuar. Dhe bukën që e blen, dhe bukën që e han, mi atribu Allahut të lartësuar. Nga se çdo begati që e ki është prej Allahut të lartësuar. Dhe namazin që e fal, më thon, "O Allah, ty takon falëndrimi që ma mundsove më fal. Ty takon falëndrimi që më ftove në xhami, që ta ngoj hutbën dhe ta fali xuman." Ky është një prej sukseseve që mbasa njerëzit për shkak që i bojnë shpesh i në përkëmbin dhe nuk i vlerësojnë. Mirë, po besimtar i zgjuar është ai që çdo mirësi, çdo sukses, qoftë ai edhe shumë i vogël në sytë to, ti atribosh Allahut të lartësuar dhe ta falënderosh Allahun e lartësuar, se kështu e tërheq suksesin edhe më shumë dhe i ruan begatitë që i ki. Shembull tjetër të cilën Allahu i lartësuar na përmend, që të kemi kujdes dhe të mos i atribojmë sukseset vetes tonë, është në surën Kehf, pronari atyre 2 kopshteve, i cili krenohet dhe mburret me të arriturat e tij dhe thotë, "Unë e kam fitu këta", dhe i bën Allahut shirk në adhurim dhe nuk ja atribon atë begati dhe atë pasuri Allahut të lartësuar, por ja atribon vetes së tij dhe forcës së tij dhe fuqisë së tij. Allahu i lartësuar tregon rezultatin e tij të fundit dhe thotë, "Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha." Dhe Allahu i lartësuar thotë, "Dhe ja rënuam, ja shkatruam të gjithë kopshtin e tij dhe ai filloi t'i rrah duart e tij për ato çfarë ka shpenzuar në kopshtin e tij, prej pasurisë së tij, dhe kopshti i tij, pra pasuria e tij u bë hi e pluhur dhe u bë i shkëjdom, pra ju prish." Këtu besimtari duhet të ketë kujdes, pra që çdo sukses të tij, çdo pasuri të tij, çdo arritje të tij, të thotë e kam prej Allahut të lartësuar.
është fal Allahut të lartësuar dhe të zhveshësh një herë për gjithmonë nga fuqia jote. Edhe sa herë vjen shejtani dhe cyt, ti vazhdimisht kërkosh falje, istighfar, mendosh tek Allahu i lartësuar dhe ti atribosh ato mirësi Allahut të lartësuar. Pastaj, për shkaqeve tjera, çfarë e tërheqin suksesin në jetën e kësaj bote dhe të botës tjetër, është duaja e vazhdueshme. Ta lusësh Allahun i lartësuar për sukses. Sa hap e mbyll syt. Në çdo lëvizje tënde ta lusësh Allahun e lartësuar për sukses. Madje edhe në çështjet më të imta. Madje edhe kur shkon në supermarket me ble diçka, mi ble harxhin në shtëpisë, ta lusësh Allahun e lartësuar që të udhëzoj dhe të mësoj që mi ble çështjet me lehtësi dhe të zgjedhësh më të mira. Edhe për çështjet e jetës së përditshme. E lemo për çështjet më madhështore. E lej për çështjet më madhore. Pastaj, për lutjes që e tërheq suksesin, janë edhe leximi i dhikreve në mëngjes dhe në mbrëmje. Nga se aty ka kuptime madhështore të cilet ti e lut Allahun e lartësuar për të mirat e kësaj bote dhe botës tjetër, që janë lutje dhe dhikra shumë kuptimtare. Pastaj, shkaku i tretë, i parë ishte zhveshja nga forca dhe fuqia dhe nga mburrja me forcën dhe diturinë tënde, po t'ja atribosh Allahut të lartësuar. E dyta, ta lusësh Allahun e lartësuar në vazhdimsi e nga lutjet që hyjnë edhe dhikri i mëngjesit dhe i mbrëmjes dhe dhikrat që janë pas namazit. E treta, vëllazër, është mbështetja në Allahun e lartësuar. Të mbështetesh në Allahun e lartësuar, nga se ai që mbështetet tek Allahu i lartësuar, Allahu i mjafton për çështjet e tij. Allahu i mjafton për çështjet e tij. Qofshin ato kërkim risku, qofshin ato arritje në dije, kryerje e shkollave, apo martesë, apo çfarë do çështje që merr ti vendim për mi kry dhe synon mi realizu, mbështetu në Allahun e lartësuar, kërkoje suksesin dhe lehtësimin prej Allahut të lartësuar dhe myrë se me lejen e Zotit do të lehtësohet ajo çështje. Pastaj çështja tjetër dhe e katërta me radhë është ti marrësh shkaqet që e tërheqin dhe e fiton dashurinë e Allahut të lartësuar. Mjafton për nxitje që duhet ta synosh, ta fitosh dashurinë e Allahut të lartësuar, hadithin kutsi që për të cilën Allahu i lartësuar na thot ashtu çysh thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin kutsi ku Zoti thot: "Fa idha ahbabtuhu", kur e dua robin tim, pasi që ai ka kryer farzet dhe vazhdon të afrohet tek unë me kryerjen e nafileve, Allahu i lartësuar thot: "Kur ta dua robin tim, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi", do të jem dëgjimi i tij me të cilin dëgjon, shikimi i tij me të cilin shikon, dora e tij me të cilin kap dhe këmba e tij me të cilin ecën. E kur të më kërkon do t'i jap, e kur kërkon mbrojtje do ta mbroj. Çish është kuptimi i drejtë i këtij hadithi? Do të jem dëgjimi i tij me të cilin dëgjon, Allahu i lartësuar do ta mbrojë dëgjimin tënd nga çështjet e kota. Do ta ruan dëgjimin tënd nga dëgjimi i gjërave të ndaluara, shikimin nga gjërat e ndaluara, dora nga gjërat e ndaluara, këmba nuk ec nga gjërat e ndaluara, po do të kesh sukses dhe mbarësi të ecësh vetëm nga e mbara dhe vetëm nga hajri dhe mirësia. Atëherë kur ti e fiton dashurinë e Allahut, Allahu i lartësuar do të përgjigjet sa herë ti kërkosh dhe do të jep dhe do të mbroj sa herë që ti i kërkon mbrojtje Allahut të lartësuar. Andaj, kjo është një prej shkaqeve që më së shumti e tërheq suksesin prej Allahut të lartësuar. E fitimi i dashurisë, këto nuk e arrin gjithë secili. Mirë, po ai që i merr shkaqet, e fitimit të dashurisë, ai edhe e arrin këtë përkrahje dhe këtë mëshirë prej Allahut të lartësuar. Njëra prej shkaqeve në fitimin e dashurisë të Allahut të lartësuar në krye të tyre është kryerja e farzave. Pastaj pasimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu i lartësuar thot: "Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Nëse ju pretendoni që e doni Allahun e lartësuar, atëherë më pasoni mua. I thot Allahu i lartësuar: "Thuju o Muhammed besimtarëve, që nëse ju pretendoni dashurinë e Allahut të lartësuar, atëherë më pasoni mua, që Allahu t'ju doj dhe Allahu që t'ju fal juve gjunahet, nga se Allahu është gjithfalës dhe mëshirues." Po ashtu Allah i lartësuar thot: "Inna Allaha yuhibbul muttaqin." Allah i lartësuar i don të devotshmit. Po ashtu Allah i lartësuar thot: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Ai i cili ja ka frikën Allahut të lartësuar, e jetson devotshmërinë ndaj Allahut të lartësuar, Allah i lartësuar do t'ia lehtësojë çështjet e tij. Gjitha këto vllazë ndashëm janë prej atyre shkaqeve të cilat e tërheqin dhe fitojnë suksesin në jetën e besimtarit tek besimtari i cili adhuron Allahun e lartësuar dhe është i bindur dhe e beson atë. Qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah ne falenderojmë, selamat dhe salavatet qofshin për më të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Pra, nga shkaqet të cilat i përmendëm që e tërheqin suksesin
nga Allahu I lartësuar në jetën e besimtarit për çështjet e tij të dunjas dhe të ahiretit, është që të zhveshësh nga forca dhe fuqia jote, po t'ja atribosh çdo mirësi që ke Allahut të lartësuar. Pastaj ta lutësh Allahun e lartësuar në vazhdimsi për sukses dhe lehtësim të çështjeve, pastaj të mbështetesh në Allahun e lartësuar dhe tjetra është që ta fitosh dashurinë e Allahut të lartësuar. Nga se sa më shumë që fiton dashurinë e Allahut të lartësuar, Allahu I lartësuar do të përkrahë, do të udhëzojë nga ajo që është më e mira për ty në jetën e kësaj bote dhe të botës tjetër. Çështja tjetër më e rëndësishme çfarë e tërheq suksesin për Allahut të lartësuar është këshillimi me të tjerët. Pra ta kërkosh që besimtarët e tjerë të cilët janë më të dishëm apo më me përvojë, të kërkosh këshillat e tyre për çështjet e dunjas. Pra aty çfarë ty ta merr mendja dhe je I bindur se ata janë më të suksesshëm apo kanë më shumë përvojë, janë më të urtë në këtë çështje dhe përvoja I ka mësuar dhe të këshillohesh me ta. Allahu I lartësuar e ka përshkruar gjendjen e besimtarëve dhe thotë duke e këshilluar një herë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Parmendo pejgamberin sallallahu alaihi wasallam I mbështetur me shpallje prej Xhibrilit, prej Allahut të lartësuar, I thot washawirhum fil amr, dhe këshillohu me ta për çështje. Dhe këshillohu me sahabët, në mënyrë që besimtari të mos e ndjejë veten inferior dhe në siklet nëse këshillohet me dikë që është më në moshë dhe më I ditër për çështjet e dunjas dhe të ahiretit. Pastaj Allah I lartësuar I lavdron robët e tij besimtarë dhe thotë wa amruhum shura bainahum, dhe çështja e tyre ishte këshillim në mesin e tyre, këshillim në mesveti për çështjet e dunjas dhe ahiretit. Kjo është njëra prej shkaqeve tjera të cilat e tërheqin suksesin dhe lehtësimin prej Allahut të lartësuar. Dhe çështja tjetër e fundit është vëllezër dashur, kjo çështje është shumë e rëndësishme, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja u ka mësuar sahabëve ashtu siç ja u ka mësuar Kur'anin. Thonë sahabët, na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lutjen e istikharas. Lutja e istikharas ndryshe është kërkimi I mirësisë prej Allahut të lartësuar. Falen 2 rekate dhe lexohet lutja e istikharas, në të cilën ti e lut Allahun e lartësuar që të udhëzoj në mes të 2 çështjeve për më të mirën e tyre. Dhe kërkon mbrojtje prej 2 çështjeve që mbase ki dilema për to, që të mbroj prej të ligës së tyre dhe të udhëzoj nga më e mira dhe të bëj të kënaqur me të dhe të begatoj me të. Këtë lutje e gjeni në mbrojtjen e muslimanit dhe është shumë e lehtë. Mjafton ti falësh 2 rekate dhe kur je para çështjeve me vendim, me rëndësi në jetën tënde, bie fjala të blesh diçka, të vendosësh për martesë, të vendosësh për shkollim, të vendosësh për një punë, I fal 2 rekate me radhës. Nëse nuk e din lutjen e istikharës përmendsh, e gjen në mbrojtje të muslimanit në atë librin e vogël apo në aplikacion dhe e merr dhe e lexon. E lexon dhe aty ku thuhet e përmend çështjen tënde, e përmend ti çështjen tënde dhe lut Allahun e lartësuar, pastaj mbështetesh në Allah të lartësuar dhe vazhdon tutje. Dhe ai që ka fal namazin e istikharës me plot bindje dhe është mbështetur në Allahun e lartësuar, nuk është dëshpëruar dhe nuk është penduar nga vendimet që I ka marrë në jetën e tij. Kjo është njëra prej shkaqeve të tjera të cilat e tërheqin suksesin në jetën e besimtarit, në jetën e kësaj bote dhe në çështjet më rëndësi për jetën e kësaj bote dhe të botës tjetër. Elusim Allahun e lartësuar të na beqatoj në këtë botë dhe në botën tjetër dhe të na jep nga të mirat e tij dhe të na bëjë falëndërues dhe mirënjohës ndaj tij. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. O Allah na jep të mira në këtë botë dhe në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi I zjarrit. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نقمتك وجميع سخطك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد وأقيموا الصلاة